Prokuroria e posaçme ka refuzuar kërkesën e Këshillit Bashkiak të Tiranës për t'i mundsuar kryebashkiakut Erion Veliaj të marrë pjesë në mbledhjen e diskutimit dhe miratimit të buxhetit të kryeqytetit për vitin 2026. SPAK argumenton se lejet për pjesëmarrje fizike aprovohen vetëm në raste kur të afërmit e personit në hetim vuajnë nga sëmundje të rënda ose në situata fatkeqësisht familjare, kriteret të cilat nuk plotësohen në këtë rast. Këshilli Bashkiak i Tiranës kishte dërguar një kërkesë zyrtare te SPAK për t'i mundsuar kryebashkiakut Erion Veliaj të merrte pjesë fizikisht në mbledhje ku të diskutohej dhe miratohej projekt buxheti i kryeqytetit për vitin 2026. Në kërkesë të firmosur nga këshilltar socialist theksohej se pjesëmarrja e Veliajt ishte një detyrim ligjor dhe një drejtë funksionale garantuar nga legjislacioni për vetëqeverisjen vendore, e cila siguron bashkëpunimin me Këshillin Bashkiak në vendimmarrje që prekin interesin publik. Megjithatë, prokuroria e posaçme përmes një përgjigjeje të firmosur nga prokurorët Altin Dumani dhe Ol Stado refuzuan kërkesën. SPAK sqaroi se dhënia e lenjeve të përkohshme aprovohet vetëm në raste kur të afërmit e personit në hetim vuajnë nga sëmundje të rënda, të vërtetuara me dokumentacion mjekësor ose në raste gëzimesh apo fatkeqësisht familjare. Duke qenë se këto kritere nuk plotësoheshin, kërkesa e Këshillit nuk u miratua. Vendimi ka krijuar një tension mes nevojës së funksionimit të rregullit të vetëqeverisjes vendore dhe kufizimit ligjor që lidhet me pjesëmarrjen e zyrtarëve në detyrë në institucione të tjera. Këshilli Bashkiak kishte argumentuar se prezenca e kryebashkiakut është jetike për diskutimin dhe detajimin e buxhetit, duke garantuar koordinimin dhe transparencën në vendimmarrje, ndërkohë që SPAK thekson se legjislacioni vendos kufizime të qarta për lejet e përkohshme për pjesëmarrje fizike.